Ish banorja e Big Brother VIP për Kosova, Benita, ka shpërthyer me deklarata të forta menjëherë pas eliminimit të saj në gjysmëfinale. Në një reagim publik, ajo ka akuzuar drejt për drejt producenten Olsa Muhameti për manipulim të lojës dhe për mosmbajtje të premtimeve që, sipas saj, I ishin dhënë gjatë qëndrimit në shtëpi. Benita ka lënë të kuptohet se largimi I saj nuk ishte thjesht rezultat I votave të publikut, por lidhej me faktin që ajo nuk pranoi të bëhej pjesë e skenarëve të caktuar, sidomos atyre që kishin të bënin me krijimin e një romance brenda shtëpisë. Ajo pretendon se refuzimi për të ndjekur linjën e sugjeruar ndikoi drejt për drejt në fatin e saj në garë. Më tej, ish banorja ka bërë edhe një deklaratë tjetër që ka ndezur debat të madh në rrjetet sociale. Sipas saj, fituesi I këtij edicioni nuk është Eliona, duke nënkuptuar se rezultati final ishte I paracaktuar nga produksioni. Kjo deklaratë ka shkaktuar reagime të shumta nga fansat e emisionit, duke ndarë publikun në dy kampe, ata që besojnë në transparencën e formatit dhe ata që dyshojnë për ndikim nga prapaskena. Deklaratat e Benitës pritet të kenë një hënë të madhe, pasi hedhin hije dyshimi mbi mënyrën se si zhvillohet gara dhe zgjedhja e fituesit në një nga reality show më të ndjekur në vend.